U rikthyem sërish në studio për të vazhduar gjithmonë me të ftuarit tanë, siç e potencova edhe në fillim, ku do trajtojmë ne gjithmonë tema të ndryshme. Botime shkencore ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin e mendimit akademik dhe në promovimin e kërkimit shkencor. Së fundmi është prezantuar edhe revista shkencore Nyja, e cila synon të krijojë një hapësirë të re për studiuesit dhe akademikët që të publikojnë punimet e tyre dhe të kontribuojnë në avancimin e dijes. Për të folur më shumë lidhur me këtë revistë, sot me mua në studio kemi edhe kryeredaktorin e revistës Nyja, zotrin Blerim Ramadani. Mirë se erdhët, i nderuar, në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Përshëndetje Rehan, faleminderit për ftesën. Kishim kohë pa u parë. Është kënaqësi që jam në emisionin tuaj. Atëherë, çfarë është revista shkencore Nyja dhe si lindi, të themi, ideja për themelimin e kësaj reviste? Nyja është një revistë shkencore ndërdisiplinare që ka për synim krijimin e një hapësire apo një platforme shkencore për të gjithë ata të interesuar të cilët duan të botojnë apo publikojnë punimet e tyre shkencore. Por kjo njëkohësisht do të jetë edhe një pikë takim për të gjithë ata që duan të shkëmbejnë ide të ndryshme shkencore, mbi të cilat do të jetë shkëmbim dijesh. Ndërsa sa i përket pyetjes, unë mendoj që nevoja për ta themeluar këtë revistë shkencore apo për këtë platformë shkencore, mendoj se ka qenë reale, është kërkuar nga studiues të ndryshëm, për arsye se duke pas parasysh se në hapësirat tona shqiptare, por edhe disa vende të rajonit, jo se nuk ekzistojnë gazeta shkencore tjera, mirë po me kohën, këto gazeta shkencore, një pjesë e tyre, mos themi gjithë, e kanë humbur besueshmërinë të studiuesit, nuk kanë cilësi të larta, të cilat janë praktikat zakonshme me revistat ndërkombëtare, dhe ne mendojmë që me themelimin e kësaj reviste, me inaugurimin e kësaj reviste, të plotësojmë sadopak këtë boshllëk që është paraqitur në shkencën tonë, dhe kjo do jetë një diritare për të gjithë ata studiues apo kërkues shkencor, të cilët do të mund të publikojnë punimet e tyre shkencore, fillimisht do jetë pa pagesë, dhe besoj që ne duhet të arrijmë atë besueshmërinë të studiuesit, cilësinë dhe mbi të gjitha duhet të përmbushim të gjitha standardet e kërkuara sipas standardeve ndërkombëtare të gazetave shkencore. Mendoj që kjo nuk është e pamundur, është e arritshme. Unë personalisht dua që të krijoj një urë lidhëse me studiuesve të huaj, qofshin ato, edhe studiuesve të mbrëmshëm, ku të gjithë mund të takohen në një vend takim, pa marrë parasysh a janë, siç thash, të huaj apo të mbrëmshëm. Kjo do të ndihmojnë të gjithë procesit akademik në përgjithësi. Besoj që arrihet, nuk është e pamundur, po kjo do të mbetet të gjithë ta tregoj koha. Koha. Na thuani se cili është misioni dhe qëllimi kryesor që synon, të themi, kjo revistë në botën akademike dhe atë shkencore? Përpara se ti përgjigjem pyetjes, dua të sqaroj edhe një gjë që revista shkencore Nyja zhvillohet apo botohet në kuadër të Qendrës për Demokraci dhe Vlera Europiane, është revistë e qendrës. Ne jemi munduar shumë, kemi aplikuar në disa projekte të ndryshme. Ky ka qenë një projekt i cili është financuar nga institucioni Komuna e Kërçovës. Ka qenë një program, me sa mbaj mend, për kulturë i vitit 2024-2025. Ne kemi konkuruar me projektin revistë shkencore Nyja dhe kemi fituar këtë projekt. Mund të them lirisht se ky është projekt bashkëfinancim i Komunës dhe Qendrës për Demokraci dhe Vlera Europiane. Mirë po ne në të ardhmen duhet të bazohemi në mjetet tona, në donatorët tonë privat, po pse jo nuk ja shkollojmë edhe institucionet tjera publike. Ndërsa sa i përket pyetjes, misioni i Nyjas, i gjithë gazetave shkencore, po edhe i Nyjas, është që të promovoj kërkim shkencor cilësor. Mbi të gjitha,
dhe kuptohet që të kontribuojnë në zhvillimin e mendimit akademik, qoftë këtu, qoftë jashtë vendit. Qëllimi, siç përmenda shkurt, do e them, është që kjo platformë shkencore, kjo platformë akademike të krijojnë besueshmëri të studiuesit të ndryshëm, të hulumtuesit të ndryshëm. Ne i presim të gjitha punimet shkencore, kuptohet pas një recenzimi të rreptë që duhet të bëhet në redaksi, po mbi të gjitha duhet të mbehet si një shtëpi ku do trajtohen ide të ndryshme shkencore, do të nxiten debate gjithmonë në të mirë të zhvillimit akademik. Zotëri Lerimi, të flasim pak për emrin, pse zgjodhet pikërisht Nyja, çfarë do thotë? Çfarë doni të përcjellni nëpërmjet këtij emrit Nyja, një mesazh apo nëpërmjet këtij emërtimi? Kjo është pak një histori e veçantë, përpara se të fillojmë ne të ndërtojmë gazetën shkencore. Unë paraprakisht kam pas disa takime me disa profesor, veçmas, bashkërisht, ndaras, janë zhvilluar 3-4 takime të ndryshme, dhe gjatë një takimi që kam pas me profesor Dr. Avzi Mustafën, ai gjatë këtij takimi ka propozuar emrin Nyja, dhe te ky propozim ai ka qenë kategorik. Ka qenë decid dhe ka qenë vendosur se kjo gazet do të mbaj emrin Nyja. Edhe pse personalisht kam qenë pak skeptik, mirë po unanimisht është pranuar edhe nga bordi shkencor, është pranuar edhe nga bordi editorial, më pas edhe me kohën më ka pëlqyer edhe mua emri, duke elaboruar ashtu siç është propozuar, po ajo çfarë duhet të them, se emri Nyja është më shumë është simbolik mbi të gjitha. Është një simbolik, është një piknisje, është një vend ku do trajtohet mendimi akademik mbi të gjitha, do trajtohen idetë, do trajtohen disiplinat të ndryshme, perspektivat të ndryshme shkencore e kështu me radhë. Kjo është mbi të gjitha emri përfaqëson një metaforë për një rrjet akademik, rrjet shkencor, të cilin ne duam me çdo kush duam ta ndërtojmë. Edhe besoj që kjo është e mundur, besoj që brenda 2-3 viteve do të jetë edhe gazetë shkencore profesionale, do të trajtojmë tema të ndryshme. Unë besoj që brenda 2-3 viteve do të jetë një strategji afat mesme, do të jemi ndër revistat më eminente qoftë në vend, por edhe në rajon. Të flasim pak për cilësinë, si do të sigurohet cilësia shkencore e artikujve që publikohen në këtë revistë? A do të ketë, të themi, një proces të rreptë recenzimi? Ju e cekët pak më herët? Po, patjetër. Përpara se fillojmë me ndërtimin dhe regjistrimin e revistës shkencore, unë kam biseduar me të gjithë profesorët të cilët tash janë më pjesë e bordit shkencor, dhe kategorik kemi vendosur gjithë që cilësia e të gjitha punimeve shkencore duhet mbetet shtylla. Cilësia duhet të jetë shtylla e kësaj reviste shkencore. Paraprakisht, në adresën tonë, secili studiues, secili hulumtues shkencor mund të dërgojë punime shkencore. Duhet me patjetër të gjitha punimet shkencore të kalojnë nëpër një proces të rreptë recenzionimi. I ashtu quajtur platforma apo digitalizimi i peer review, të cilën nuk është që ne kemi praktikuar apo e zbulojmë, është një praktikë ndërkombëtare e revistave me famë, dhe duhet patjetër edhe ne ta aplikojmë. Më pas, punimi kalon te profesorët eminent, të cilët janë pjesë e bordit shkencor. Mendoj që përvoja e tyre janë të gjithë profesor eminent, profesor që janë pjesë e universiteteve të ndryshme, cilësia e tyre, përvoja e tyre, patjetër që është garant për studime të mirëfillta shkencore dhe të cilat do të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Mirë po paraprakisht duhet që të informoj edhe këtë, se përpara se punimi do kalojnë te profesorët, duhet paraprakisht të bëhet një kontroll nga bordi editorial, i cili duhet
të vlerësoj fillimisht në rast se punimi i kalon të gjithë anët teknike, më pas punimi do kaloj në një recenzion të pavarur nga studiues të ndryshëm të fushave që ne i kemi në revist, janë studiues të mirëfillt, siç thash, profesorë të universitetet të ndryshme, dhe kjo është garant për cilësinë e punimeve shkencore. A ka synime që revista nyje në të ardhmen të themi të zgjerohet edhe për te të merr një karakter ndërkombëtar? Pa dyshim që qëllimi final i kryeredaktorit imi, po ashtu edhe i bordit shkencor, është që nyja të paraqitet apo të rreshtohet në revistat më të njohura ndërkombëtare për shkencë. Pikërisht këtu ne kemi zgjedhur si fillim 3 gjuhë të revistës. Gjuhë të revistës do jenë gjuha shqipe, gjuha maqedone dhe gjuha angleze. Të gjitha punimet mund paraqitet në 3 gjuhë. Më pas mendojmë në një strategji afatmesme, brenda 5 viteve besoj, që të kalojmë edhe në botime kryesisht angleze, për shkak që të arrijmë atë qëllimin që kemi targetuar para vetes. Ne u bëjmë thirrje të gjithë studiuesve të huaj, por edhe të mbreshëm, pasi që nëse nuk kemi studiues të huaj, të thotë që revista nuk i plotëson disa kritere për të qenë ndërkombëtare. Prandaj unë kam pa që edhe në inbox na kanë rrit informacione, kam pyet se si do jetë revista, kush mund të konkurrojnë. Bile sa e mbaj mend ka pas edhe 2-3 punime shkencore të cilat kanë arrit, me kohën do t'i recenzionojmë. Edhe unë pas 5 vitesh, realisht jem sinqert, edhe pse disa nga profesorët janë skeptik pak, unë mendoj që arrihet për 5 vite ne tashmë të indeksionohemi, të hymë në për ata librat ndërkombëtar, në për gazetat ndërkombëtare, në për databazat ndërkombëtare, si që është platforma Scopus apo platforma Web of Science. Mirë po, kjo nuk është edhe gjitha përgjësi e revistës, këtu është përgjësi pak edhe shtetit, e Ministrisë së Arsimit, janë gjëra të kombinuara, nuk do të teproj tash. Dhe besoj që për një, siç thash, brenda 5 viteve, ne tashmë të prekim majat e shkencës. E shkencave, shpresojmë se jo, dhe ju presim edhe me suksese më të mëdha nga kjo revistë që në të ardhmen përsërit ju kemi në studio të flasim lidhur edhe më gjërësisht lidhur me këtë revistë. Sa hapësi do t'ju jepet studiuesve të rinj dhe studentëve që duan të publikojnë punimet e tyre shkencore? Ne kemi lënë hapësirë më shumë për studentët e rinj. Tash kemi në për fakultetet të ndryshme studentë të cilët duan ta zhvillojnë studimin e tyre apo të hyjnë në botën e akademisë shkencore. Si të kemi student në studime deri diplomike, kemi student në studime pas universitare, kemi doktorant të cilët duhet profesionalizohen në shkencë. Kjo është një hapësirë e mirë për të gjithë ato, qofshin studiues të ri, po sidomos studiues të jashtëm. Gazeta shkencore për ata është e hapur, paraprakisht duhet gjitha procedurat duhet t'i kalojnë, ka lehtësime të ndryshme, pa dyshim, do t'u jepet edhe ndihmë nëse ka nevojë nga antarët e bordit editorial, sido që të jetë. Gazeta është e hapur pikërisht për të rinjt. Edhe i mirëpresim të gjitha studimet. Patjetër, shpresojmë që tani gjitha studentët të cilët kanë dëshirë që punimet e tyre, pse jo mos ju kontaktojnë edhe juve drejt për drejt, po ju e cekët edhe më herët, se ka dhe profesor universitar. Të flasim pak për bordin. Kush janë antarët e bordit dhe nga kush përbëhet të themi ky bord që do të botohen të gjitha punime shkencore në revistën Nyja? Unë mendoj se tashmë si fillim ne jemi konsoliduar mirë, jemi strukturuar mirë, kemi pasur, siç thash, disa takime në lidhje me organizimin tonë, me strukturimin tonë në revistë. Jem munduar që të bëj një kombinim të profesorëve. Në revist kemi profesor që vinë nga Universiteti Shën Kirilli dhe Metodi, kemi nga Dega Albanologjisë, po ashtu kemi edhe profesor që vinë nga Instituti për Çështje Politike dhe Sociale, po ashtu nga Kirilli dhe Metodi, po ashtu kemi profesor
me përvojë të madhe që vinë nga Universiteti i Evropës Juglindore. Mos të harrojmë edhe profesor të cilët vinë nga Universiteti Shën Kliment Ohridski të Manastirit, po ashtu edhe profesor të cilët vinë nga Universiteti i Tetovës. Të gjithë këta janë garancë për cilësinë e revistës shkencore, të gjithë janë me përvojë të shumtë. Ne mendoj që do ja dalim me sukses. Ajo mbetet që studiuesve të gjithë vetëm të dërgojnë punimet e tyre shkencore dhe më pas për çdo hap do të jenë të informuar. Unë jam munduar, kjo duhet patjetër që ta them, që të krijoj fillimisht një gazetë multietnike. Profesorët siç i përmenda nga bordi shkencor, janë të përkatësive të ndryshme etnike, qoftë shqiptar, qoftë maqedon. Tash jemi në bisedim edhe me disa profesorë të përkatësive tjera etnike. Besoj që me kohën do të strukturohemi edhe më mirë. Më mirë. Zotëri Blerimi, cilat fusha studimi përfshihen në revistën Nyja dhe kush mund të aplikojë për të publikuar një punim, të themi, në të? Kështu. Fillimisht ne duhet të dimë që revista shkencore Nyja është revistë ndërdisiplinare, përfshin shumë fusha. Fillimisht ne kemi filluar me historinë, kulturë dhe të shkencat shoqërore. Mendoj se me kohën shumë shpejt brenda numrit tjetër që do dalë, do të rritemi edhe më shumë, do të kemi hapësirë për tema edhe më të gjera. Të gjithë janë të mirëseardhur që të aplikojnë në këtë revistë shkencore, qofshin ata studiues, akademik, profesor universitar, student të fakulteteve të ndryshme, të gjithë kanë të drejtën që të marrin pjesë në revistë, të dërgojnë adresën tonë zyrtare punimet e tyre shkencore, pas kuptohet pas atij recenzionimi, për çdo gjë do të jenë të informuar në detaje dhe të gjithë janë të mirëpritur, sidomos studiuesit e huaj. Kur pritet të themi të publikohet numri i revistës, numri i parë i revistës Nyja dhe do të jetë në versionin e shtypur apo online? Kështu. Tash më jemi ne në një fazë të regjistrimi. Duhet revista të regjistrohet dhe janë marrë të gjitha masat për të regjistruar revistën. Në ndërkohë, kemi edhe një shpallje për artikuj shkencor. Kemi një ide për artikuj shkencor. Të gjitha ata, përsëris edhe një, të cilët duan të dërgojnë punime shkencore për të publikuar. Këtë herë publikimet do jenë pa pagesë. Kjo një mundësi e mirë për të gjithë studiuesit, të gjithë hulumtuesit, qoftë nga vendi, qoftë nga jashtë. Më pas recenzionimit, pas kalimit atyre procedurave teknike që i kërkon gazeta shkencore. Tash besoj që ka një javë që kemi shpallë thirrjen për artikuj shkencor, pas një muaj afërsisht do të jetë edhe publikimi i punimeve shkencore. Më pas do duhet edhe një muaj çështje teknike të kalojnë për të botuar revista shkencore. Fillimisht, pasi më pyetët, revista do të jetë online. Për shkak të financave, fillimisht revista do të jetë e botuar në versionin online. Ne kemi web faqen tonë elektronike, kemi emailin tonë zyrtar, do të shqyrtoni revista nyja.com, do të shqyrtoni aty të gjitha kriteret të cilat kërkon për publikuesit dhe secili punim në fund, do të thonë pasi është publikuar, do të mund të lexohet gratis, do të mund pa pagesë, pa të gjitha ato punimet të cilat do të publikohen. Sa e rëndësishme sot që komuniteti akademik shqiptar të themi të ketë revista të mirëfillta shkencore ku studiuesit mund të publikojnë punimet e tyre? Ju e cekët se është një revistë multietnike. Ashtu. Përpara se të përgjigjemi, duhet të them patjetër se shkenca, bota akademike, për moment janë në mjerim të vazhdueshëm. Për shkak se u jepet përparësi gjërave tjera, nuk u jepet shkencës. Pikërisht themelimi i kësaj reviste është që t'i jap edhe një motiv shtesë lexuesit, motiv shtesë studiuesit, hulumtuesit, që të gjithë të kenë një mundësi, duke ditë se shumë e rëndësi për ne do të jetë
zhvillimi i mendimit apo akademik shkencor. Tu ngjesim ne si shtet, po jo vetëm ne, të gjithë vendet, disa vende të rajonit. Këtë pjesë e kemi lënë mas dore, kjo është me të vërtet marrëzi. Bota shkencore për momentin vun për financa dhe kjo nga institucionet kompetente nuk u jepet as pak. Derisa të përmirësojmë këtë gjendje, besoj që do shkojmë kështu si kemi nisur. Zotri Vlerimi, cilët janë kriteret kryesore që duhet të themi ti plotësoj një autor për të pranuar të themi në revistën Nyja? Kështu, në rast se shihni webfaqen, shpalljen elektronike për punime shkencore, do të shihni të gjitha masat, të gjitha kriteret që duhet t'i kaloj një punim shkencor. Aty keni pjesën teknike, është me rëndësi që abstrakti të dërgohet në dy gjuhë, në gjuhën shqipe ose maqedone, po abstrakti tjetë në gjuhën angleze. Kjo është shumë me rëndësi, më pas ta pjesët teknike do t'i kaloni me lehtësi, nuk besoj që është problem. Punimi mund të jetë në gjuhën shqipe, punimi mund të jetë në gjuhën maqedone dhe punimi mund të jetë në gjuhën angleze. Do me dhënë gjysë zyrtare të revistë shkencore, do t'jenë këto tre gjuhët që sapo im përmenda. Për çdo mangësi, për çdo informacion, lirisht keni kontaktet e numrave telefonit, keni emailin zyrtar, flas për studiuesit, dhe lirisht telefoni është 24 orë në shërbimin e studiuesve. Sa sfiduese është sot të mbash të themi një standard të lartë akademik në botime shkencore? Është sfiduese, s'ka dyshim për këtë, për shkak se nëse të kujtohet, përmenda edhe në fillim që shumë gazeta e kanë humbur konceptin e tyre për arsye të ndoshta të financave që sapo e shpesh e tham. Po ka edhe arsye tjera, nuk do të thotë se kjo është ajo përfundimtarja. Është vështirë që sot të mbash një revistë shkencore, duhet o të bazohesh në financa private, në donatorë të ndryshëm, sponsorime të ndryshme, duke ditë se ana publike, do me thënë, institucionet akademike apo institucionet tjera të cilet e kanë kompetencë shkencën, nuk është që investojnë shumë në këtë pjesë, nuk kanë interes absolutisht, dhe pikërisht këtu është problemi më i madh që paraqitet me gazetat shkencore. Pikërisht për këtë një pjesë e tyre e kanë humbur besueshmërinë, e kanë humbur cilësinë e tyre të shkencës, i kanë humbur standardet, nuk janë të standardizuar, pikërisht problemet që sapo i përmenda, dhe është vështirë sot që të kesh një revistë cilësore, duke di se nuk ka financa përmbas. A do të bashkëpunojë të themi revista Nyja, të themi edhe me universitetet apo edhe me institucionet kërkimore brenda dhe jashtë vendit? Absolutisht, kjo një ndër interesat tona, është një ndër strategjit tona afat mesme, ne sapo të riorganizohemi edhe njerë, sapo të ndërtojmë plotësisht këtë revistë, do të kemi bashkëpunim patjetër edhe me universitetet në Maqedoni, universitetet e rajonit, do mundohemi me patjetër që të lidhjemi me institucione dhe institute të huaja, qoftë tu në Ballkan, qoftë jashtë, por kjo kërkon pak kohë, kërkon një përvojë disa vjeçare, edhe pse nuk është problemi i brendshëm, problemi se është gazetën ne duam ta internacionalizojmë, duam ta bëjmë gazetë ndërkombëtare, po fillimisht për të pasur bashkëpunime duhet një përvojë në cilësi tregosh, domethënë duhet përvojë mbi të gjitha. Mbi të gjitha. Çfarë mund të sjellë konkretisht kjo revistë, themi, për zhvillimin e mendimit shkencor dhe akademik në vendin tonë? Kjo platformë, fillimisht ideja është krijuar që të jetë e besueshme. Të krijohet besueshmërinë dhe standardet që ne duam t'i arrijmë. Po t'i arrijmë standardet që ne kemi targetuar para vetës, i kemi vendosur si qëllim. Unë jam kontakt vazhdueshëm me profesorët, e kam treguar qëllimi im final çfarë është, nuk është thjesht një gazetë, sa ashtu mund të ndërtohet brenda 2 deri në 3 ditësh. Qëllimi final, unë kam thënë që dua gazeta të ketë karakter dhe autoritet ndërkombëtar, të jenë mbi të gjitha e konsoliduar,
të mund të regjistrohemi në platformat e besueshme ndërkombëtare të shkencës. Kjo nuk është se mundesh të rastësisht secili të duhet paraprakisht të kesh kaluar një përvojë të gjatë në shkencë, paraprakisht duhet disa kontrolle, të cilat ato i kërkojnë nga gazeta, ka dhe shpenzime financiare, kjo është mbi të gjitha problemi kryesor i gjithë revistave. Po unë mendoj që me përkushtim të thellë, me punë të vazhdueshme, duke i kryer të gjitha obligimet të cilat na kërkojnë standardet e cilësisë, standardet ndërkombëtare, unë nuk besoj që ka diçka që nuk arrihet. Çdo gjë, në rast se i shkohet deri në fund punës, besoj që është arritshme. Do të arrihet qëllimi. Patjetër besoj që brenda 5 viteve do shihemi prapë. Shpresojmë se jo. Ndoshta edhe më pak se 5 vite, nuk i dihet fati. Ndoshta edhe më pak, kjo është një strategji e jona që kemi zhvilluar brenda 4 deri në 5 viteve të arrijmë deri këtu ku duam. Ku duhet. Koha do t'rregojë, do t'rregojë të vërtetën për herë. Për herë. Atëherë të flasim pak, a mendoni që revista Nia do t'jetë një urë lidhëse mes studiuesve të rinj dhe atyre profesorëve të themi që janë me përvojë shumë vjeçare? Po. Ne kemi konceptuar si të tillë që revista mbi të gjitha të mbetet një urë lidhëse, të mbetet një pikë takim, një pikë lidhje, si them, për të gjitha platformat akademike, jo vetëm e jona, por të gjitha platformat. Profesorët të cilët janë pjesë e bordit kanë më shumë përvojë në çështjet shkencore, ata duhet të jenë në komunikim të vazhdueshëm me studiuesit e rinj. Ne edhe këtë e kemi thënë edhe publikisht në webfaqen tonë, të secili profesor e ka po obligim në momentin që ka kontakte me studiues të rinj, duhet i përgjigjet në rast se ka nevojë, ka lehtësime, për ata do jetë gjithmonë pa pagesë për studiuesit e rinj. Secili profesor, antar i bordit shkencor, duhet maksimum të marrë 2 punime shkencore për kontroll, dhe në rast se ka nevojë për ndryshime, për intervenime, ai është i obliguar që ta informojë studentin. Dhe në fund zotëri Blerimi, cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë studiuesit, por edhe akademikët që dëshirojnë të themi të kontribuojnë në këtë revistë? Unë u bëj thirrje të gjithëve të cilët duan të merren me shkencë, edhe pse shkenca sot është pak e vështirë të merresh për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Nuk duhet që të kenë ndroje, lirisht ata mund të merren me shkencë, mund të dërgojnë punimet e tyre shkencore, po ashtu u bëj thirrje edhe institucioneve të vendit të cilët e kanë për kompetent shkencën ta zhvillojnë, sidomos Ministria e Arsimit dhe Shkencës, duhet më shumë mjete të ndahen për të rinj, studiuesit e rinj, duke di se shtetet tjera, jo jashtë apo shtetet e Ballkanit, janë shumë para me këtë pjesë, janë shumë para, ne akoma nuk mund të integrohemi në rrjetin e Web of Science. Paramendoni çfarë gjendje mjerueshme jemi ne. Këtë e ka obligim Ministria e Arsimit, se ka obligim shkenca që zhvillohet këtu me ne. Do me thonë, ky rrjet bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Prandaj u bëj thirrje të gjithë studiuesve pa marrë parasysh si është gjendja, mos guroni, duhet bashkëpunoni, duhet bashkëveproni, duhet ndërlidhemi gjithmonë në zhvillimin e mendimit të mirëfillt akademik. Ju faleminderit edhe një herë që ishit sot me mua në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës, ku sadopak të gjithë shikuesit, por edhe studiuesit janë njoftuar lidhur me revistën Nia. Ju faleminderit. Faleminderit Rehan, ishte kënaqësi që isha pjesë e emisionit tuaj. Ju faleminderit edhe një herë.